Aktualisht nën kryetari i Bashkisë së Tiranës dhe aktualisht ministri i Shtetit për Pushtetin Vendor Arbian Mazniku është vënë në hetim nga prokuroria e posaçme kundër korrupsionit SPAK për dyshime të ngritura mbi abuzime me tendera publik dhe konflikt interesi. Fillimisht hetimet janë përqendruar mbi periudhën kur Mazniku mbante funksionin e zëvendësit të kryebashkiakut të Tiranës, ku u dyshua për procedura fiktive me tendrat për rikonstruksionin e rrugës Gjon Belushi në zonën e Freskut. Në lidhje me këtë rast, ai është marrë në pyetje nga hetuesit e Buros Kombëtare të Hetimit BKH, po ashtu pak muaj para zgjedhjeve parlamentare, është ushtruar një kontroll në banesën e tij nga strukturat e SPAK dhe pse ende nuk dihet çfarë provash janë sekuestruar. Hetimet janë zgjeruar dhe më tej dhe përfshin marrëdhënie kontraktuale nëpërmjet Bashkisë së Tiranës dhe restorantit The Home, një biznes që ndodhet në qendër të kryeqytetit dhe është në bashkëpunësi të bashkëshortes së Maznikut, Marinela Lika. Ky subjekt rezulton të ketë përfituar tendera me vlerë rreth 800.000 euro gjatë vitit 2021-2022, në kohën kur Mazniku mbante edhe postin e kryetarit të Këshillit Administrativ të Kompanisë Publike Tirana DC. SPAK dyshon se ai ka ushtruar ndikim të drejtë për drejtë në shpërndarjen e fondeve publike në favor të një subjekti privat të lidhur familjarisht me të, çka përbën konflikt të pastër interesi dhe korrupsioni. Ndërkohë The Home është vendosur në masën sigurimi nga Drejtoria e Përgjithshme e Tatimeve, pasi ka rezultuar me detyrime të papaguara tatimore në shumën prej 27 milion lekësh të vjetra. Vendimi është marrë më 9 shtator 2024 dhe është komunikuar dhe administratorit të aktivitetit Ledion Çollaku. Rasti i Maznikut po krahasohet nga burime pranë hetimit me një tjetër skem të ngjashme me ato të ish-ministrit Ilir Beqa dhe restorantit Gzona, çka tregon një model të përsëritur të abuzimeve me fonde publike për interesa familjare.